Ne shohim që këtu Shqipëria nga këto protesta që nuk dihet ku e kanë kokën, merr dy goditje. Goditje të forta. Industria kryesore e Shqipërisë është turizmi. Goditet tek turizmi. Nga doli fushata e parë, nga Greqia, sepse turizmi po i rrezikohet nga Shqipëria, po i rrezikohet Greqisë. Që një shtet fëqinj, s'po me menduar kështu për fëqinjin e vetë, po ja që ka ndodhur se deklarata e parë dhe reagimet e para erdhën nga Greqia. Kush u bë zëdhënësi i parë i kësaj fushate në Beograd, i njëjti që bën fushatën e protestave në Serbi, bën fushatën për protestat në Shqipëri. Dikush mund të ngritet Ali Ahmeti po mbron Edi Ramën. Jo, Ali Ahmeti mbron Shqipërinë dhe i dhimbet Shqipëria. Po goditet.